Shqipëria do të luajë në datën 13 nëntor ndeshjen më të rëndësishme në këto kualifikuese, pasi me një fitore ndaj Andorrës mund të sigurojë biletën për në play-offin e Kupës së Botës, ku qezin do të synojnë që të kualifikohen për herë të parë, pavarësisht se në raundin tjetër pritet një luftë edhe më e ashpër se kjo në grup, pasi të shumta janë skuadrat pretendente. Duke parë rivalin që Shqipëria do të ketë përballë, në letër bëhet fjalë për kundërshtar të lehtë dhe që në këto kualifikuese ka vetëm një pikë të marrë pak javë më parë ndaj Letonisë në barazimin 2-2. Megjithatë, në fushë Andorra ka treguar se mund të vërë në vështirësi këdo dhe vetë kuqezinjtë kanë provuar diçka të tillë pak vite më parë, duke barazuar në shtëpi me rezultatin 2-2. Ndeshja fundit e zhvilluar në Andorra ka folur për Shqipërinë, pasi kuqezinjtë kanë fituar me rezultatin 0-1 fal një goli të shënuar nga Lenjani në një vit kur në grup ishte edhe Anglia, Polonia, Hungaria dhe San Marino. Kuqezinjtë i mbyllnin kualifikueset me 18 pikë. Formacioni atëherë. Në marsin e vitit 2021, kur Shqipëria fitonte 0-1, kishte një formacion shumë ndryshe nga formacioni me të cilin kuqezinjtë po luajnë sot dhe aktualisht vetëm 5 lojtarë që kanë luetur titullar janë ende pjesë e Shqipërisë. Ardian Ismaili, Berat Gjimshiti dhe Marash Kumbulla ishin të vendosur në mbrojtjen me 3, pasi këtë skem preferonte Edi Reja. Lojtari i katërt ishte Rejmana, i që në atë sfidë startonte si titullar në krah me Sokol Cikaleshin. Pjesë e formacionit startues në atë ndeshje ishte edhe El Sejid Hysaj nga e djathta, por jo mbrojtës, pasi Shqipëria luante me rreshtimin 3-5-2 dhe Shkodrani kishte më shumë mundësi të luante ofensiv. Në port ishte Etrit Berisha, ndërkohë që në mesfush ishin vendosur me Mushaj, Bare, Gjasula dhe Lenjani nga e Majta, me këtë të fundit që shënoi edhe golin. Formacioni rezervë. Shumica e atyre lojtarëve që ishin në stol në atë ndeshje në ndeshjet e fundit kanë qenë titullarë të Shqipëria, duke nisur që nga porta me Tomas Trakoshën e duke vazhduar me Ajetin, Brojen, Laçin, Uzunin apo Ylber Ramadanin. Në sfidën e fundit kundër Andorrës vetëm Laçi, Broja dhe Uzuni u aktivizuan, ndërkohë që i katërti ishte Odise Roshi, por që nuk është më në kombëtare. Të larguarit. Nga skuadra e fundit që ka luetur në Andorra ka shumë futbollistë të cilët janë larguar nga kombëtarja dhe shumë të tjerë që ende nuk e kanë mbyllur zyrtarisht me kuqezinjtë, por që nuk po ftohen më. Kështu Berisha duket se ka humbur vendin në skuadër dhe e njëjta gjë ka ndodhur edhe me Baren, Dokën, Memollën, Roshin apo Veselin e Florian Kamberin, që aso kohë ishte një risi dhe një afrim shumë i bujshëm, por që asnjëherë nuk arriti të shfaqte veten e tij. Mungesat. Nga skuadra që ishte herën e fundit në Andorra dhe skuadra që do të i luajë pas disa javësh, vetëm Marash Kumbulla, që është ende pjesë e kuqezinjve, pritet të mungojë. Ky i fundit është dëmtuar pak kohë më parë me Majorkën dhe humbi sfidat e tetorit, ndërsa pjesa tjetër që janë grumbulluar si atëherë ashtu dhe në këto kualifikuese, pritet të jenë sërish me ekipin, si Ismaili, Ajeti, Gjimshiti, Hysaj, Ramadani, Manaj, Broja apo Uzuni. Përballjet direkte. Shqipëria është përballur 8 herë në histori me skuadrën e Andorrës dhe ka një dominim absolut. Kuqezinjtë kanë fituar 6 ndeshjet mes tyre, teksa një tjetër është mbyllur në barazim para pak vitesh në Shqipëri. Andorra ka mundur të fitojë vetëm një herë kundër kuqezinjve në vitin 2002, atëherë kur Andorra ka fituar në shtëpi me rezultatin 2-0. Në total, kuqezinjtë kanë shënuar 14 gola dhe kanë pësuar vetëm 4.